Në kuadër të manifestimit tradicional, Ora e Maleve, organizatori Zotri Ali Daci prezantoi aktivitetin i cili u pasërua me promovimin e veprave të akademikut Kujtim Shala. Gjatë këtij organizimi, Mehmet Bardhi u nderua me mirënjohje nga akademiku Kujtim Shala si vlerësim për kontributin e tij. Një rol të veçantë në këtë aktivitet pati shkolla shqipe, ku mësuesit dhe arsimtarët u vlerësuan me urime të përzemërta për përkushtimin dhe sakrificën e tyre në mbajtjen e gjallë të arsimit shqip ndër vite, citoi Mehmet Bardhi. Në emën të subjektit të parë politik të shqiptarëve në trojet e veta stërgjyshore, sot në Malin në Zi, në emën të së pare si punëtori arsimit, si mësues, arsimtare, profesor dhe si aktivist shumë vjeçar politik në rrafshin kombëtar e atë të Malit të Zi edhe pak më gjërë, ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj për këtë punë të frytshme shumë vjeçare në vazhdimsi në sferën e kulturës, arsimit dhe të arsimit në komunën e Rozhajës dhe Magjara. Faleminderit edhe për mirënjohje. Lejoni të theksoj se Liga Demokratike në Malzi këtë manifestim si iniciativë dhe si për mbajtje e për krahu që nga themelimi, pati për krahjen tonë si atë politike, kulturore dhe materiale. Ishte në një farë mënyre e jona, e të gjithëve, me një rëndësi të veçantë për treven e Rozhajës dhe Magjara. Të nderuar të pranishëm, nxënës, mësues e arsimtar, veprimtar të kulturës e arsimit, kultura popullore e kombëtare, gjuha shqipe, qeleshja që i thonë ne, plisi i bardhë, veshja popullore, kombëtare, shqiptare, ishin dhe janë këtu në Rozhajë. Pra, nuk i solli ndokush, ose nuk i solli askush, se ishin këtu, brez mas brezi. Prandaj, aktiviteti juaj, kë aktivitet, ju po bëni punën më të mirë për zhvillimin e mosqitjes se kësaj kulturës tonë në Harres. Faleminderit edhe një herë. Të gjithë, ne të gjithë, këtë e vlerësojmë se shkolla shqipe luajti rolin kryesor, mësuesit e arsimtarët që banë dhe përbëjnë çmos që kultura jonë kombëtare, gjuhësore, shkollore të zhvillohet e të kultivohet, meritojnë urimet tona më të përzemërta. Falenderimin tim si punëtori i arsimit dhe i politikës. Nuk i kam cek me emrin, por ka edhe shumë, jo, edhe disa i dimi, po i dim të gjitha ta që tash disa dheta vjetë, pra kanë majtë gjallë gjuhën shqipe, kanë majtë gjallë shkollën shqipe, kanë majtë gjallë në këtë drejtim. Që mos të hapohet. Faleminderit dhe urime. Në këtë ngjarje, Pashk Alia u nderua me çmimin e lartë Ora e Maleve si një ndër personalitetet të shquara të shkencës dhe kulturës shqiptare. Në fjalën e tij, ai u shpreh se ndihet i respektuar, i vlerësuar dhe njëkohësisht i obliguar për të vazhduar me përkushtim drejt synimeve të tij studimore. Jenë shumë i vlerësuar, i respektuar edhe i obliguar për punë më të mira, ndaj synimeve të mia studimore. Unë jem dyfish i vlerësuar që jam këtu mes edhe një komuniteti të madh kuqësian, me Raj Berisha se nga jam edhe unë, edhe me këtë rast ju përshëndes zgjidhje, falenderoj në mënyrë veçantë edhe mikun tim dhe të palodhurin zotin Ali Daci për gjithë punën e tij, të palodhur në gjithë trevat e Shqipërisë etnike. Faleminderit. Në këtë aktivitet u promovuan veprat e akademikut Kujtim Shala, 2 vepra të cilat u promovuan dhe titullohen Idioma dhe fizika naive.
ku ai u ndërua që në fillim me çmimin e lartë si një nga personalitetet e shquara të kulturës shqiptare ndër vite. Shkrimtari Ndue Ukaj theksoi se është një ndjesi e veçantë e jetës të jetë pjesë e këtij promovimi, duke e vlerësuar lart figurën dhe veprën e akademikut Kujtim Shala. Me këtë rast, dhe Ndue Ukaj u nderua me mirënjohje për kontributin e tij në letërsinë shqipe. Ju përgëzoj vërtet për këtë punë të mirë që bëni për ta firmuar të bukurën, bashkë të bukurën edhe letërsinë tonë. Zëri poetik i Kujtim Shalës. Kujtim Shala është poet dhe një prej studiusëve më të njohur të letërsisë, profesor i Universitetit Prishtinës, antar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, antar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe veprimtar me një kontribut të byrë në fushën e politikës. Ka botuar disa përmbledhje poetike dhe një varg veprash studimore për autor e fenomene specifike të letërsisë shqipe e asaj universale. Me studimet për Ketër Bogdanin, Gjergj Fishtën, Ndrem Jetën, Enes Kuliqin, Mitrush Kotelin, Lazush Paradecin, Zet Plumin, Anton Pashkun, Enes Kuliqin, Bila Gjaferin, Ibrahim Rogovën, Epin e Shqiptarëve, Shekullin e letërsisë shqipe, trajtesa për identitetin shqiptar, dramaturgjin dhe plot studime për dukuri letrare e autor tjerë, ka hapur horizonte të reja në mendimin letrar shqiptar. Prandaj të flasësh për të, do të thënë të flasësh për një poet e studius me një vepër të pasur e të shtrirë gati në 3 dekada krimtari në për të cilat ka lënë gjurmë të pashlyeshme. Stili dhe identiteti poetik i Shalës. Rregulli i parë për një stil të mirë është të kesh diçka për thënë, thoshte Arthur Schopenhaueri, e poeti studius i Shala, për gjatë krimtarisë të tij letrare ka treguar se ka për herë diçka për thënë. Kur shkruan poezi dhe reflekton për njeriu në ekzistencën e tij, ose kur shkruan studime letrare sjell vëmendje të lexuesve vlerat mefisnike të artit autokton e universal. Me një veprimtari të gjatë në fushën e letërsisë, ai ka markuar identitetin e stilin e tij letrar, duke përfaqësuar një zë të veçantë letërsinë bashkëkohore shqipe. Veprimtari letrare ka nisur si poet me librin Mërzia Zez, të botuar në vitin 1998, kurse një vit mbas këtij botimi e ka botuar librin e parë studimor Shenjat e tekstit. Mbas andej, profili i poetit e studiusit janë zhvilluar paralelisht, duke përplotësuar poeti studiusin e studiusi poetin deri në ditën e sotme, ku ai tashmë numëron 62 botime letrare, për çka është vlerësuar me çmime të ndryshme dhe është përkryer e botuar në gjuhë të huaja. Ka një mendim aksiomatik në letërsisë se një letrar i mirë para së gjithash është një lexues i mirë. Shala para se të jetë poet e studius i mirë është lexues i mirë, njohës i kulturës autoktone universale, shenja këto që vrejnë kudo në veprën e tij, si imazhe e filozofi, ku piktakohen dijet shumëta enciklopedike, klasike e moderne. Kështu studiues e poeti janë në shërim shëmbullor i lexuesit që i lidh autoktonën e universalen, si përvoja si dije në krimtari e në kërkime letrare. Faleminderit shumë. Aktiviteti u pasërua mëtej me interpretimin e disa vargjeve nga libri Fizika naive, të interpretuara nga Altiana Zogaj, duke sjellur një dimension artistik dhe emocional në këtë mbrëmje dhe në këtë promovim letrar. Në tokën e panjohur, çadra me njerëz pafund brenda tyre. Të reja, të vjetra, të grisura zën gjithë hapësirën. Të gjithë nga një vend tjetër, të larguar dhunshëm, të lagur nga shirat e ftohta, të pranverës së hershme me fytyra të hequra, burra, gra, pleq, fëmijë, foshnja, qëngrim. Histori e lashtë e mbuluar nga çadrat. Në të dy anët kordon me njerëz me armë. Nuk i lën të kthehen në vendin e tyre, nuk i lën të hyjnë në vendin e huaj. Të shpërngulur me dhunë nga flakët e luftës që dogji shtëpitë e tyre, dheun e tyre të lashtë, pa një zot për t'i mbrojtur, të larguar si të shumtët që ishin dhe nuk janë më mëngjeseve të hershme, mbrëmjeve të ftohta, fasha të holla tymi ngrihen lart.
Zjarreve të vogla ndezur me shkarpat e pakta, në fundin e natës të qarat e foshnjave zgjojnë gjithë kampin. Plesht mallkojnë pleqërinë e zezë, ditën që i zuri, burrat duhet sigurojnë bukën e gojës. Gratë që bëjnë gjërat e pakta të shtëpisë nën çadrat e zeza. Në mesditë koha ngrohet dhe kampi gjallërohet. Kur vin rimorkjot rangalla me bukë dhe ujë, burrat dhe ndonjë grua lën çadrat. Nga rendin për të kapur ndonjë shishe ujë, nga 1 ose 2 bukë që në drejtim të duarve të tyre, të ngrehura i hedhin vullnetarët. Zhurma bëhet shumë e madhe. Shtyrjet, përplasjet, sharjet, secilit i duhet buka dhe uji për të mbajtur frymën e qenieve të mira. Punëtor krahu, dietar, mësues të plagosur nga betejë, të kamufluar luftëtar të vjetër. Të luftrave të mëdha askush nuk i njeh më. Të njëjtësuar me këmbët humbur në baltën e trash, me duart e ngrehur për të zënë bukët e zeza e shishet me ujë. Çdo gjë kanë harruar të mirët, pengjet të tokës së panjohur. Në fjalën e tij vet autori, akademiku Kujtim Shala falenderoi të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti, i cili bashkon shqiptarët e Rozhajës dhe të rrethinave. Ai nënvizoi se përkujtimi i 27 vjetorit të ngjarjes të rëndë historike shërben si kujtesë kolektive për të mos u harruar dhe për të ndëruar përjetësisht ata që sakrifikuan. Shumë faleminderit të nderuar të pranishëm, të dashur kolegë, zonja ambasadore, i nderuar i zotë Mehmet Bardi, i nderuar i zotë Alin Dacaj, me kimi personal, po paraprakisht dhe me ki babës tim, i cili sot është këtu. Një ujë vjetër e familjes sime që për mua është shumë e rëndësishme. Ju falenderoj shumë së që më keni ftuar dhe për këtë organizim për promovimin e librave të mi poetik. Falenderoj dhe shkrimtarët dhe studiusin për fjalët e mira për libra. Natyrisht në provimeve gjithmonë thuhen fjalë të mira, po librin vërtet e zbulon leximi i drejt për drejt. Unë natyrisht nuk do të flas për librat e mi, por kë aktivitet i rëndësishëm për Rozhajën për këtë anë, dhe shumë i rëndësishëm sepse bashkon shqiptarët e Rozhajës dhe të rrethinave të Rozhajës, pra lidhet me një ditë të veçantë, me një ditë të rëndë, me ngjarjen e rëndë të vrasjes së refugjatëve shqiptarë nga Kosova. 27 vjetori, por ky 27 vjetor, nëpërmjet përkujtimit të asaj ngjarje të rëndë, do të na përkujtoj, ta mbaj mend gjithmonë dhe falenderojmë përjetësisht shqiptarët e Rozhajës që kanë pritur njerëzit tanë të larguar me dhunë, sidomos nga rrethi i Pes dhe i Stunit. Faleminderit shumë dhe ne jemi përjetësisht mirënjohës. Tani besoj që pjesa e radhës, pjesa e tretë e këtij aktiviteti, pra ora letrare, ora poetike, është shumë rëndësishme se sa promovimi i librave, sepse aty do të komunikojmë drejt për së drejti me poezinë, me libra, me letërsinë dhe me autorët e tyre, me botën e tyre, me jetën e tyre. Kështu që duke ju falenderuar edhe një herë, unë me adhurim pres që të dëgjoj kolegët e mi poetë sot dhe këtu. Shumë faleminderit. Dhe uroj të takohemi sërish në edicionin e ardhshëm. Faleminderit. Në kuadër të këtij manifestimi, çmimi i lartë Ora e Maleve ju nda dhe Zek Sinanajt, gazetar dhe regjisor, për kontributin e tij të çmuar ndër vite në dokumentimin e realitetit përmes kamerës dhe realizimin e emisioneve si dhe dokumentarëve. Faleminderit Ali Dacaj, faleminderit banorëve, malësorëve të Malësisë së Rozhajës. Po them drejtën, ishte befasi për mua, por jam shumë i lumtur sot. Ky çmim i takon të tërë ekipit të cilët kemi punuar për gati një vit dhe kemi arrit që të tregojmë
gjithat që bën plavjanët, fshatrat për rreth busia, për të shpëtuar, për të siguruar strehim, për banorët shqiptar, kur ofenzivat serbe vëndshëm i detyronin që të kalojnë kufirin dhe të dalin të vllazërit e tyre. Tani masi më dha ky çmim jemi së bashku me ekipin tonë realizues, kemi siguruar shumë filmime origjinale, autentike, edhe për kontributin e Rozhajës dhe fshatrave të rreth që kanë bërë për të shpëtuar shqiptarët nga Kosova, vllazërit e tyre. Faleminderit shumë. Promovimi i veprave të akademikut Kujtim Shala u përmbyll për të vazhduar me pas me orën letrare, duke e shëndruar këtë aktivitet në një festë të mirëfillt të fjalës, kulturës dhe kujtesës kombëtare. Në kuadër të aktivitetit kulturor, Ora e Maleve në Rozhaj u mbajt ora letrare me pjesëmarrjen e shumë poetëve dhe krijuesve nga trojet të ndryshme shqiptare dhe diaspora. Mysafire speciale e kësaj ore ishte Evelina Jozaj Leka nga Prizreni, inxhiniere e pyjeve dhe autore e disa veprave letrare. Ajo promovoi librin e saj të pestë me radhë dhe u shpreh me emocion se ndihe mirë që sot jam në mesin tuaj. Shëndetje për të gjithë, jam Evelina Jozaj Leka dhe po ndihem shumë mirë që jam këtu në orën në ditën e maleve dhe po më përshtatet sepse dhe unë jam inxhiniere e pyjeve. Me të vërtet duke i dëgjuar këto fjalë për Rozhajën që për herë të parë po dëgjoj, u emocionova jashtëmase. Po unë vjen nga Prizreni dhe Prizreni ka një denjë dhe vetë lidhja shqiptare Prizreni, kështu që jemi përsëri së bashku. Unë sot erdha këtu për të prezantuar dhe unë librin tim të pestë, kur s'pari ishim në shkollën shqipe të Rozhajës dhe bëm një program të vogël aty me fëmijët dhe pastaj erdha këtu. Ju falenderoj juve zotri Ali Daka, Ali Lasi, më falni, dhe të gjithë malësorët dhe ju falenderoj për kohën kur na keni prit, kur ne kishim vështirësitë më të mëdha. Unë po shpreh dëshirën të falenderoj edhe shqiptarët nga Shqipëria, sepse unë isha refugjate atje. Me të vërtetë ka qenë një mision shumë humanitar dhe shumë madhor. Ju falenderoj shumë për pritjen. Aktiviteti vijoi me pjesëmarrjen e Armenita Qyqja, e ardhur nga Kanadaja, posaçërisht për orën e maleve. Ajo theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës kulturore dhe tha se janë aty për ta ruajtur fuqishëm aktivitetet dhe për të zbuluar histori. Gjithashtu ajo ndau disa vargje nga libri i saj dhe u nderua me mirënjohje për kontributin e saj. Të kërkova dot, prej piri, gjerë në Liburni, në këtë vend të egër burrash, kërkova ty, një grua. Në hesh Tiranë, një nga një kalat, pasportave, gojët kyçën udhët. Me ty, mira luan, zemër zjarë, përja që koha pjellë, edhe tradhtar. Vetëtimën e syrit ta kërkova në qiell, piskamën e zërit mbi dauk, mbi çdo kuvert anije të kërkova, veç klandestin gjeta, madh kontraband. Ku je dot, pa shtëndin Zot, jep një shenjë, një gjurmë, vendi të shqipeve ka mot, një grua po i lipset, e fortë. Në vazhdim poetja Blerta Tmava Veselaj interpretoi vargjet e saj poetike, duke sjellur ndjesi të thella emocionale dhe një finesë artistike që preku publikun. Një port e madhe pret, miliona njerëz, të mërzitur, të uritur, të etur e të lënduar.
shumë pak me grimca lumturie. Të gjithë presin në radhë për dashurinë, për atë që dikur e kishin, për atë që një ditë e humbën, për atë që nuk e patën kur. Radhë të gjata pritjesh, për prak grimca lumturie. Ndoshta është një planet tjetër, apo ndoshta muzeu i pritjes mund të jetë. Faleminderit. Poetja trëndafile Molla Baja u paraqit me krijimet e saj plot ndjenjë dhe reflektim, duke dhuruar vargje të ndjera për jetën dhe për jetimet shpirtërore. Ajo gjithashtu ndërua me mirënjohje nga zotri Nureddin Imiri për kontributin e saj në këtë aktivitet. Zëri i tokës e lashtë. Kushtrim të fortë lëshon ora e maleve. Për një qast plaket e dhimbjes më shëruan. Trimat ngrihen si feniksi me zemrat e luanëve, ato që ranë për lirinë e tokën e dashuruar. Nga trojet e largëta të Dardanis time, me mallin e dy botëve pabesisht të ndarë, nga lajmi me emocion mbushet zemra ime, jemi një kom, me të njëjtin gjak, jemi shqiptar. Në Rozhaj po mbahet i madhi kuvandi. Erat e kohës këtë vend se rëzuan kur, amanetin zemra e manit në brenda endi për gjuhën shqipe, besën për një flamur. Dhe ky lajm erdhi shpejt si vetëtim, nga Novara mora rrugën që vetë ta njoh. Fjalën e katra gjyshave për trojet bashkim, ndjek gjurmët e tyre me mua kudo i shoh. Në çdo qelis të trupit e të qenjes time, lëvon gjaku i tyre që dheu kur nuk i tret. Toka e larban brenda jetën sublime, me ëndrat në përkang, ato kanë bet. Me lotin e shpirtit vlak si lav vulkani, me mallin përvëllues ju prehni të qetë. Për besën, nderin e tokës të këtij vatani, realizojmë idealin tuaj të madh sa një det. Ashtu, si gjuhën shqipe mësuesi ju mbron, njeriu i mirë i palodhur punon ditë e natë, Alidaci, të nxënësit me dashuri kultivon, flamurin kuqezime me devotshmëri ngre lart. Në këtë orë letrare kontribuan dhe shumë emra të tjerë të letërsisë, si Medi Krasniqi nga Malisheva, Nevila Mika, të cilët sallën vargje me frymë atë dhe dashurie dhe realitetin shoqëror. Më hoqin nga ashti prellën e mërtajës. Plagës javun si për palet e lëkurës së shqyrë. Këmbën e djathtë ma barosën në varezat e kampit. Ah, bre motër, andi. Ne i kërkojmë ata në historinë e dhimbjes, sepse nuk patën kohë ta njohin lumturinë. I mbushur me labirinte ishte kufiri i ikjes, shtigjeve me kurthe, të kërkoni lirinë. Rruga e mjegull ishte një nyje pengesash, një hartë pa emra, pa kthim. Në shtigje të egra të panjohura, ata hollën hapat, duke lënë pas shtëpinë. E nga stuhit e ditëve pa agim nuk moren asgjë me vete, veç frymen që dridhen nga pasiguria dhe disa grinca shprese. Toka nuk u foli, mali nuk i paralajmëroi, heshtja e mbajti peng në krahërorin e saj të ftohtë, derisa qielli u qa dhe lot pikoi dhe porta ëndrave u mbyll nga një zhurmë e fortë. Një dorë e vogël u shkëput nga një tjetër, pa e ditur ende peshën e jetës. Një nënë e përgjakur që thërret një emër, jehon, por i dorëzohet të vërtetës. Zemrat që ndalen, pa e njohur pranverën, pa e shijuar një ditë pa frikë, betën pezull mes frymës dhe harresës, si një dritë e vakët që shuhet në errësirë. Kodrat e ruajnë ende britmen e tyre, e toka i mban gjurmët që nuk tretën. Koha kalon, por nuk i ka përcen, hijet e tyre ende mbeten. Dhe çdo pranveri kthen në kujtes, si lule që nuk vyshken asnjëherë. Ne nuk duam
t'i zgjojmë ata nga gjumbi, por nuk do t'i lëmë as të treten në harres. Në mjegullën e mëngjesëve të ftohta, lutjet e tyre lëkunden si këmbana dhe era i shpërndan ato në përlugina si një lutje që dëgjon veçana. Nën dhe, rënjët e barit po pin pa pajsi, filizat të mbartin një kujtim të bashkruar, sypa që nuk do dalin kur më në sipërfaqe, por do të turturohen në ndheun e trazuar. Ata nuk janë veç eshtra, që pushojnë prej vite që nuk gjëmojnë. Janë pesha që ne të gjallët kemi mbi supe dhe premtimi që nuk guxojmë t'i harrojmë. Faleminderit. Zyrafete Lushaj me një interpretim të ndjerë dhe plot delikatesë artistike. Val, a mëj diçka në këtë qast në diktue, ka kohë që bitë rejze piklume, rrin letra dërguar nga imene. Ajo shkrua. Biro, unë jam plak, e besa fëqia ka nisë me më shumë, ti nëse mund është eja për fest, me një malë më së banë. Vllav, një parë këpuca, e motrës bleja një fëstan. Zëri saj, fliste në mënyrën urdhërore, sigur për isha i vogël në kap të përdore. Rruga mundet mos më po në letë, për dashnit rrinë veç në zemra të letë, në zemra të parëndume nga hapat e zbaritur për tokë. Nuk ka me të dasht kur forca e duarve, veç ajo e zemrës për më mujt me dasht. Për më mujt me dasht edhe ata që kur nuk kanë me kuptue se edhe në revoltën teme ma të fëqishme kam dasht me i dasht. E ju fërësha me zanin e shpirtit, po kur ju fërësha, si kur zbukurova shemë dhe kjo mua me nga të rënde. Shikim i lagur në sy, pastaj fillova të shkruaj, gjeta mënyrën më të bukur të heshtë. Ti, nëse mund është eja për fest, me një malë më su banë, të jesh njëri Zoti, nuk do të thëtë kesh para për të bjerë gjithçka, për të kesh gjithçka që s'bjet me para. Kalo shumë shtete, kalo shumë kufi, zemra ime e bukur, sa shumë gjallë të dy. Faleminderit. Nejat Regja ndau poezi me thellësi mendimi dhe mesazhe të fuqishme. E madhreshmja fjalë zbukuron ëndrrën të secili me lëkurën e Regjur, stimë dhe pashiu në pritje për të gdhirë agimin. Ajo kaleron hiran në përshtigje nga lartësi, mjegullën e vështron, dielli im me forcën e strallit, pranverës, ndjesin me aromë e shtonë. Me ty kam shtektuar si zogjt në kërkim të shpresës, atje ku prangat e jetës lëngonin të lidhura këmbë e trup në pafajsi. Me zërin ingulfatur kam pritur vonesën pik takim në pik pjekje, në vete mendimi im dhunohej, në forcë në kazamatet e trishtimit. Me sy kam bekuar veshjen e maleve, e kam dashur të shoh qerdhën e zogjve në majet të lisit të prek shqepin ushqyes për të mos vdekur ardhmëria. Kam dashur të kompozoj melodin si loti drenushës para tytës, e të mundim ullurimin ndjela keqe në rfymarjen e shekujve. Të kam bartur si hije që bije në lumë, e nuk ka tërnoset fytyra e kryetrimit, për të ruetur ëndrën e rozafatit në flemë të dy brigjeve deri në bashkim. Ju faleminderit. Brunilda Musaj me vargje të mbushura me ndjenjë dhe ndjeshmëri të brendshme. Me pasturtinë e shpirtit, shkruaj mbi fletën e bardhë. Shkruaj ato që jeta na imponon e rënda jeta. Me lotin e shkrirë përvëlluar me mlef e me malë, dedikim që shëmbi botën e humbi e drejta e vërteta. Mbi fletën e bardhë e me zemrën e trazuar, ngjyrosa penën me ngjyra dhe nuanca rinturia,
Emocionohem si kur shkruaj për herë të parë. Në këtë letër, dua të bartë besmesar dhe dashuria. Dua të ndryshoj këtë gjendje që më rëndon çdo ditë, për të cilën të parët dhe kemi ndërruar. Të ndryshoj nga vetja dhe të bëhemi më të mirë. Nga gjenerata pas nesh, të mos jemi të mallkuar. Faleminderit. Faleminderit. Barie Qupi, e cila u paraqet me një krijimtari të sinqertë dhe të afërt me publikun. Zëri pa zë, ulërin malesh, rrëgëllehen shkëmbin të kërrusur, përrejnë të leskosur brinjësh, lëndinave janë ullur. Se shndodhi me enigmat e zallit, që kulloj pik-pik nga gjoksi i shpatit të thepisur, aty ku erozioni mblodhi nyjen e hallit, ku qepe u varë torba e miellit të situr, ku përshpërin veç buz qarftoti, e loti fillikas si mlevi drinit, ku janë mbytur kërcuin të shekujve prej moti, e janë zbritur stërkalat e ngurta të zinginit, përqafuar me epshin e punës, ku çlodhet e zhveshur djersa e punës. Se di ku janë trarët e shtëpisë së vjetër, po muzgjet që mblidhen në valle nënash të lënduar e thyer, qosheve tërkuzat e thashëthemeve thurur në prushin e djallit, si guva të frikshme zakonesh të erta, ca tjera vorbulla dridhen e nuserojnë prej mallit, si kofshte të vdekura. Mëngjeset si vese e akullt e bardh, dritash rrjedhin si re qellore, në navazhure netësh duke qarë, duke ikur ëndra shfynore. Ku janë rrënjët e gjakut tim, që qepin hartën e shqyer e harruar me njanë, ku veç pema e ullirit të bën hije mirësis, ku thirrja gulçon në lot, e prej force vërtet, e mbytur këmban e drejtësisë. Ktheu Zot. Faleminderit. Gjon Marko në stilin e tij të veçantë dhe figuracion të pasur artistik. Ati ku thonë se ka zana e shtoj zavale, tani hapen plak që nuk ka shërim. Heshtin kuvat e kurta lartë në mali, djemtan rendin të ikin lartë në mërgim. Një plak me shpirtin plagosur që djalin e ka në dhe të huaj, shpirtin e ti e ka në të sosur me vete, me hijen e ti njës të huaj. Erdi i biri, deshi ta mrej pesh, atje ku kish shkuar ta merë të plakun. Do të kesh, të hash, të pish, të flesh. Lëre kullën, nuk na e prejt kush sa kakun. Pran kullës që heshte nuk zanë, a i plak thua bisedon të me orët. Bab, hajde, ikim, të lutem, aman. Plaku e pyet të birin. Mirë birë, po t'ikim, kuj të t'jallim borët. Profesori dhe poeti Rizat Dreshaj ndau një poezi me peshë artistike dhe reflektim të thellë tek audienca. Mërgimtar që rrugtim bashkisave varzave të reja, pikëllim krojesh e lojra fëmijësh, mjesit ditës, mrizëve, kopete u gishme, me kumon në gjollat kriposura, rasat guri sa i bojnjeri, po e ndalin vrapin ka do vjetë. As një zë për të gjallë nuk u tije, sa dhem shpirti madja dhe qarë. Fyjt e barinive rravat që lëshojnë melodizerin, e barinit me u gishtë gjollave me krip bashkojnë, gjollë me gjollë, lepirje goresh e kuajt si kalarzën për mbi qaftë hellit, e kaptojnë hijevet, e shpegut majës e zezë, kaprojt e dhia egrë kaptojnë frikshëm, u ikin gjatarve u zen rrugë, sykur u shejojnë në kokë sa që di. E kenga malsorit përvajshëm rrit bri visit, mërgjimtarve u përcjell bukuritet e banit, në rahishtet kuqe në vetmi,
rrugët banishtësh mbyllur me vidale pishash, edhe që ka ma shumë, po përsena me kohë. Faleminderit shumë. Poeti Fazli Ferati nga Klina, me vargje që sollën për jetime dhe emocion të drejt për drejta tek audienca. Mali flet, edhe mali po flet, me atë gjuhën e vetë, se shka kishte parë, e shka kishte në gjallë. Sa herë jenë të rritur këto male, dërbreza me krisma pushke, po kur së shua gjaku i arbrit, as malsori me këngë lahute. Ata kërkonin shpëtimtar, e jo të pikonin si gjete që puthen me tokën nga të pa më sheshme të vrasës barbarë. Kur s'kërkuam pra që s'na takon, jetojmë në tokën arbrore, as kush kes mund në mohën. Qëndroni o gjaku im, letrojt e të parve tanë, që sa heru lau me gjak e ljot, nga trimat për liri qeranë. Bavoni të forë, bi këto male, këto shkrepa, kufri mën e dëgjon gjuhën shqipe, o për bes të zgjatët jetën. Ju falenderoj. Falenderoj shumë. Hamdi Hysuka, që solli interpretimin e tij poetik me ndjeshmëri dhe me përkushtim. Sa tjetë Shqipja gjuhë e nanë, në husej ranë në prit, refugjatët në rrugë të gjatë, plumbi i zi goditi fort, si rufe mbi njerëz të gratë. Nanën bjeshk dhe lethërret, ku mi keni djemë të mi, malet kthejnë një honë të zezë, loti rrjedh si uji në shi. Kush e fsheh këtë gjak të zi, kush e shkel këtë amanet, drejtësia ka me ardhë, kur nuk tretet ky kiamet. Kush e mbrën këtë krim, kohas mundet me shly, drejtësia vonë tërket, e vërteta ka me undrequ. Hej lëhud, beri ma fort, tundja telat si rufe, se në husaj u pre besa, u vra njeri ju pa faj për be. Nana thret bite saj, era vajin larg e qon, molet mbajnë plat në gji, gjaku tokën e dëshmon. Ngrihet këng nga brez pas brezi, husaj jeton në kujtim, martirët flasin me zemër, në gjdo lahut e në tingull tim. Ngrihet fjala si ortek, brez pas brezi ka me u thonë, husaj kur s'ka me u harru, sa t'ket Shqipja gjuhë e nanë. Faleminderit. Sot kemi privilegjin të hapim një dritare në botën artistike të piktorit Gjevdet Spahia. Kjo ekspozit nuk është vetëm një prezantim i veprave, por një udhëtim i thellë shpirtëror. Pikturat e tij janë një dialog mes realës dhe së brendshmës, mes kujtesës dhe ëndrrës. Prezime të qendroj, kam pjesëmarrje. Ne jam i mendimit që ekspozita është e keq. Atëherë, ne si organizatorët i menduar se Zoti Gjevdet Spahia i ndojnë një nga çmimet e larta të organizimeve, motivacion të realizoj alternativa dhe besoj se do t'i pëlqejë. Manifestimi tradicional kulturor Ora e Maleve. Ndan çmimin e lartë Ora e Maleve, piktorit dhe grafistit Gjevdet Spahia me motivacion. Artist shumë dimensional, mjeshtër i pikturës dhe prezentimit të artit pamor në atë dhe në mërgat, shquhet për imagjinat të çliruar e të pandalshme, edhe të suksesshme. Në përmbyllje të kësaj ore letrare, programi u pasërua me pika artistike nga grupi i shoqërisë kulturore, të cilët sollën performanca me valle dhe këngë tradicionale, duke i dhënë një dimenzion dhe më të gjatë aktivitetit.
Pas pjesës kulturore gjatë darkës solemne, u ndan mirënjohje për poetët pjesëmarrës si shenjë falënderimi për kontributin e tyre në pasurimin e kësaj ngjarjeje me krijimtaritë e tyre.